Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, ibadeti ka të bëjë me 3 gjymtyra të rëndësishme. Ibadeti për të cilën ka ardhur fjala La ilaha illallah, të shtirton ka të bëjë me 3 lloj të gjymtyra. Gjymtyra e parë është zemra, gjymtyra e dytë është gjua, dhe gjymtyra e tretë janë gjymtyrat. Pra vëllezër të ndershëm, ibadeti zemrës duhet ta kuptojmë, cilin lloj të ibadetit të zemrës. Me çfarë ibadeti duhet të afrohet zemra te Allahu? Me çfarë lloj të ibadetit duhet që gjua të afrohet te Allahu? Dhe me çfarë lloj të ibadetit gjymtyrët duan të afrohen te Allahu? A nuk jem ne që e kuptuam fjalën la ilaha illallah? Vetëm Allahu është që meriton adhurim. Cilin adhurim, ja Rab? Adhurimin e zemrës, adhurimin e gjuhës dhe adhurimin e gjymtyrave. S'ka mundësi të shpëton, s'ka mundësi të bën pjesë në Islam ai cili nuk i përmbush këta 3 lloj të adhurimeve: adhurimin e zemrës, adhurimin e gjuhës dhe adhurimin e gjymtyrave. Këtyve të trive në Islam i thohet el iman. Këtyre 3 lloj adhurimeve në Islam i thohet besim. Këtyre 3 lloj adhurimeve janë të cilat dietarët na kanë shpjeguar dhe kanë thonë se imani është fjalë dhe është vepër. Fjalë e gjuhës dhe fjalë e zemrës, vepër e gjymtyrave dhe vepër e zemrës. Këtë do të përpiqemi vëllezër të ndershëm në këtë ders dhe ndersin e ardhshëm që ta kuptojmë se çka do të thotë adhurim, cilët pjesë të gjymtyrave duan të bëjnë pjesë në adhurim, cilët janë shtyllat krijesore të adhurimit, që pa to s'ka shpëtim, që ta kuptojmë gjithashtu këtë lloj të adhurimës të fjalës la ilaha illallah, çka përfshin fjala la ilaha illallah, pastaj të kuptojmë se cilët janë veprat e zemrës, cilët janë fjalët e zemrës, cilët janë fjalët e gjuhës dhe veprat e gjymtyrave, ku s'ban besimtari pa i pas, nëse don të shpëton dunja dhe në ahiret. Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, ka thonë adhurimi i zemrës është shumë i rëndësishëm, nga se zemra luan një rol të madh në dinin e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar rëndësi të veçantë zemrës. Për atë pejgamberi Allahut ka thonë: "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu." Është një organ në brendësinë e njeriut, thot pejgamberi Allahut, nëse përmisohet, nëse arrin të përmisojsh, nëse arrin të drejtojsh, do të drejtohen dhe do të përmisohen të gjithë gjymtyrat. Nëse prishet kjo organ, nëse shtremohet besimi i muslimanit në zemrën e tij, është tremu çdo sen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo zemra, për shkak se zemra sikur mbreti dhe gjymtyrat janë të udhëhequr nga zemra, për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka mëngjes që çohet besimtari vetëm me gjuha i flet një gjymtyrës, gjuha i drejtohet gjymtyrës, pra i drejtohen gjymtyrat gjuhës, e gjuha e cila është e dirigum nga zemra, dhe thot, ke kujdes, nëse ti drejtohesh, drejtohu dhe ne, nëse ti përmisohesh, përmisohu dhe ne, nëse prishesh ti, jemi prish dhe ne. Vëllezër të ndershëm, zemra është e rëndësishme, për këtë arsye na transmetohet me hadith të pejgamberit Allahut që thot: "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu." Nuk përmisohet gjendja e besimtarit apo imani besimtarit derisa të rregullohet zemra e tij. Hasan al-Basriu i porositte atë që e takonte dhe thonte: "Shëroje zemrën, se Allahu ka kërkuar nga ti ta shëroj zemrën." Pra vëllezër të ndershëm, ka thonë dietarët, urdhat e Allahut azza wa jall, urdhat e Allahut kanë të bojnë me gjymtyrët e jashtme dhe me gjymtyrët e brendshme, që do të shohim disa argumente në këtë ders
dhe në dersin e ardhshëm insha Allah. Ndërsa ato të cilët kanë të bojnë urdhat e Allahut dhe ndalesat e Allahut me gjimtyrat e jashtme, janë të gjithë gjimtyrët e në veçanti dhe gjua, ndërsa të mbrëmshme ka të boje me fjalën e zemrës dhe veprat e zemrave. Veprat e zemrave. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar rëndësi të veçantë zemrës, nga se me përmirësimin e zemrës o përmirësoshin të gjithë gjimtyrat. Dhe thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin e Kerim: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Ditën e Kiametit nuk sjell dobi as malli, as evladi, vetëm ai që del para Allahut me zemër të shëndosh. Thot Imam Fakhruddin Razi, ndoshta dikush mendon në këtë rast se Allahu e ka për qëllim vetëm zemrën për ditën e Kiametit të përgatitsh. Tha po Allahu don me na thonë, nëse arrin ta përmirësoj zemrën, mos e ke dert për gjimtyrat, se ato automatikisht marrin urdhër prej zemrës dhe janë të nënshtruar në zemrën, të cilët do ta përmirësojnë gjithashtu veten e tyre. Tha këtë e ka pas për qëllim dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi Allahut: Allahu nuk s'ja shiqon fizionomin tuaj, Allahu nuk e shiqon pamjen tuaj. Në një transmetim, Allahu nuk e shiqon pasurin tuaj, po Allahu ja shiqon zemrat dhe veprat. Pastaj tha pejgamberi Allahut: ja boni me gishta e takwa ha huna, këtu në këtë vend e ka vendin imani dhe besimi. Për këtë arsye thot Allahu në Kur'anin e Kerim: walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allahu azza wa jalla ja dashuroi besimin dhe ja zbukuroi në zemrat tuaja. Për këtë arsye dhe ju e dashtët besimin. Vendi i besimit, fortifikata e besimit, a zemra. Allahu thot në Kur'anin e Kerim: ulaika kataba fi qulubihimul iman. Këto janë ata të cilët Allahu azza wa jall pa të regjistru në zemrat e tyre besim. A për këtë arsye, fjala dhe vepra s'ka dobi, as ka rëndësi nëse mungon besimi zemrës. Allahu thot në Kur'anin e Kerim: ja ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. O pejgamber, o i dërguari Allahut, mos të brengosin ata që nxitojnë në kufër, ata të cilët e shqiptuan besimin me gjuhë, mirë po nuk besuan me zemra. Për këtë arsye nuk ka rëndësi as fjala as vepra nëse mungon besimi në zemër. Për këtë arsye nuk patën rëndësi munafikat, të cilët e shqiptuan dhe vepruan, e shqiptuan besimin, vepruan me besim, me gjimtyrët e jashtme. Megjithatë, zemrat e tyre i kishin të braktisur nga ibadeti madhështor që Allahu azza wa jalla zgjedhi zemrën që në ta të pushon çështja më e çmuar te Allahu, ajo është besimi.